vonë, çfarë ka ndodhur konkretisht? Unë jam Joela Meta, jam nëna 7 fëmijëve. Të 10 dhe 2 vajza. Mrem ka ndodhur një ngjarje shumë e rëndë. Mua në orën 4 më njoftoi vajza e dytë që ka ikur vajza e madhe nga shtëpia. Unë nuk rjem, kërkoj se gjej vajzën dhe njoftoj policinë. Policia gjeti vajzën dhe vajza kishte treguar që baba e kishte përdhunuar. Unë shkoj në polici, ati i marrë vesh. Të gjitha, vajza i thot të gjitha, që e kishte periati. Sa vjeç është vajza? Vajza është 12 vjeçë. Ju keni kuptuar diçka? Ishte goca me ju që diçka nuk shkonte me marrëdhënien me baban? Goca nuk më thoshte mua, në fare. Goca vetëm ishte acaruar. Se është me vlezën me motrën, kur i ndaja me thosha të keqe mami, zemra mami, nëse vjen me motrën me vllajën, më thoshte mua i ka ndeu, thoshte edhe fëmijëve nuk tregoj. Vajza kaloi në depresion, sa u lërgua në Paneshta, edhe kishte vetëm të një komshie këtu. Kjo komshia e kishte marrë, e kishte dhënë bukë, e kishte çu brenda, edhe këta kishin lajmëruar policinë, se ka ardhur një vajzë këtu. Edhe vjen policia më lajmëroi që e gjeti vajzën dhe na tha polici. Shkojmë ne, mua më ras si bombë kjo. Të gjitha i mora vesh atje që jati më hirtë që për në vajzën. Një pyetje që të sofat dhe firë për kutesës. Juve thatë që bashorti juaj e kishte përdhunuar. E kishte përdhunuar dje apo disa ditë më parë? Vajza kishte deklaruar që e kishte përdhunuar edhe në para dhe që 5 vjeçë në Gjermani, unë nuk dija më gjë. Kur i mora vesh atje, më ras një bombë, tani vajzën më kanë shteti, më ka çuar në Tiranë për rehabilitim, se vajza kaloi në depresion, sa u detyruar përja dhe gjë, u largua në shtëpi. Pra që në moshën 5 vjeçare vajza është dënuar, është abuzuar seksualisht nga babai. Po kështu i dëgjova të gjitha dje, se unë nuk dija në qas për se kishte ikur vajza në shtëpi për një njeri që mua më përdhunoi e vladin, me beri kthej vladin, të kalbet në burg të marrë dënimin e merituar se unë nuk e dua më. Të bëjmë një nene fort për fëmijët e mi. Po marrëdhënia me fëmijët e tjerë si ishte? Po sy tim ishte nuk tregonte gjej, nuk bënte gjë. Tani brapa kravet mi se ç'a bënte, edhe kur isha unë në gjumë, unë nuk diem gjë, unë edhe kur isha në gjumë më vriste. Ku e dia unë se ç'a mund bënte. Është i dhunshëm, është agresiv, si e keni marrëdhënien të bashkëtorë? Alkohol përdor? Jo, alkohol nuk përdorte. Sy tim nuk bënte gjë, se ç'a bënte prapa kravet mi, unë nuk diem gjë. Ti mora vesh të gjitha në polici. Edhe vajza më ka kaluar në depresion, më ka strehu shteti vajzën, me atë po merret shteti, ai të marrë dënimin e merituar. Tashmë je me 7 fëmijë dhe pa bashkëshortin. Çfarë kërkon ta? Bashkëshortin e ka marrë shteti, po merret shteti me atë, vajzën më ka çuar në Tiranë. Dua një komunikim me vajzën. Nuk keni folur me vajzën pas kësaj? Ma kanë çuar në Tiranë vajzën dhe më thanë për një muaj. Dua që ta shikoj vajzën, më japin mundësi dhe ta takoj. Sa vajza të marri veten, unë tani më ka rënë halli madh se burri mbante familjen, tashi unë jam shtëpit këto si janë shtëpitë e mia, më ka rënë një halli madh tashi me 7 fëmijë unë. Ku do vetëm do mbytem, pa punë, s'punoj dot. Çfarë kërkoni? Unë kërkoj nga shteti, unë kërkoj një strehim, se unë nuk punoj dot. Kam fëmijët. Burri që mante shtëpinë, me atë po merret shteti. Cilat janë të ardhurat tuaja? S'kam të ardhur fare tani. Ku punon te bashkëtorë? Unë jam të në lumë tash. Ai punon te soba, ai mante shtëpinë, me atë po merret shteti tash. Unë jam tash mes 4 rrugëve, mbytem lumë. Unë do bëj një nene fort tash për fëmijët e mi. Unë kërkoj nga shteti dhe kushdo që ka dëshirë të më ndihmoj me një strehim, të më ndihmoj në një strehim që ta kem shkollën, spitalin afër, se kam shumë fëmijë, me pension më jo, që të kenë ushqim me fëmijët hanë. Se unë tash jam vetëm pa bukë fëmijë, më ka radhë ky halli shumë i madh me vajzën, se kam vajzën dua që ta takoj vajzën. Nezi kam pritur fëmijët, më ras si bombë kjo kur e mora vesh diën polici. Se dia dhe arsye pse më kishte ikur vajza. Di mora vesh të gjitha. Tani më duhet shumë të më ndihmoni.